ish kolegun nga kjo listë, veç një e ka sigur të kuvendin, Daud Haradinaj. Se dhe që tjetë, po mlem përshtypje pak renditja, për posë emnëve figurave treja, shamu Besik Tahiri është për e të parë që mban numrin 2, nëse se ka bëjë në numrin në komend, në garë, dhe renditjet e tjera, Timi Kadrije, Bek Berisha, Robert Tolej, Albana, dhe më thonë, ka një fokus të disa figurave kyçe që tradicionalisht marrin vot në aleancë, një përqendrim të kësaj në raport me listën. Kështu që Dauti zakonisht e ka pas numrin 50 dhe është aty, dhe është bërë deputet çdo herë sa ka pas zgjedhje, dhe kemi numrin 90 Lej Ibrahimaj, nuk e di cili numër ka pas herën e kaluar. Daja, do ta shohim. Po do të njëjtë, po 90. Ka qenë numër njëjtë, po se ishte simbolike edhe numri i tina, po. Kjo është që më la më shumë, dhe më përshqipe, po që në në numrin 90. Ta shtit të figurat e reja, pa dyshim që është edhe Dardan Krasniqi, pastaj po ashtu edhe Zafiri, po ashtu edhe Ardian Kastrati, pra disa figura që AK me gjithat pjesë e këtij vorbullit zhvillime politike është mundu me pru dhe me rifresku listën dhe me këtë çfarë ka bërë. Ka rifreskim, po ka edhe kthim të figurave të vjetra, siç është edhe Burim Ramadani, pastaj prap është mirëseardhën edhe rikthim i Ganit Dreshajt në garë, pra janë disa nga figurat që pozicionimi i Burimit mund të kenë simbolik, kam përshtypjen. Burimi edhe herë kalume ka qenë aty afër në listë 10-11-12, pra ka qenë çdo herë pjesë në numrat fillestar të listës, që është edhe tash. Por AK besoj që ka një rikonsolidim të rëndësishëm çfarë ka bërë nga rezultati i 9 shkurtit dhe pas asaj çfarë ndodhi me nismën dhe një shkputje e marrëdhënieve që ndodhi më njëherë pas zgjedhjeve të 9 shkurtit, kur po thamë bën rikonsolidim, bëhet fjalë për zgjedhje lokale, rifitimi 5 komunave, e bën shumë të rëndësishme garën për këtë subjekt politik, sepse atje është një vot jashtëzakonisht e strukturuar që ka Aleanca për Albaninë e Kosovës, gjë që i garanton një garë tepër stabile dhe suksesshme për me arrit atë rezultat që ndonë. Jam i bindur që AK do të dalë më mirë në këto zgjedhje se sa me datën 9 shkurt, marrë parasysh jo vetëm listën, jo vetëm rikonsolidimin me zgjedhje lokale, por edhe një frymë të re të raporteve publike që kanë nisë të bëjnë në raport me temat, me diskutimet, me qasjen dhe subjektet tjera politike, pra po e shohim një aleancë të re, një aleancë në thojë